Familja e Jakobit dhe pasuria. Zanafilla 30, vargjet kyçe të kapitullit. Kur Rakela pa që nuk i bënte fëmijë Jakobit, i pati zili motrës së saj dhe i tha Jakobit, më jep fëmijë, për ndryshe unë po vdes. Vargu 1. Pastaj Perëndia u kujtua për Rakelën dhe Perëndia ja plotsoi dëshirën dhe ja hapi barkun. Vargu 22. Labani i tha, kam kuptuar që Zoti më ka bekuar për shkakun tënd. Vargu 27. Ky kapitull është i vështirë për të lexuar. Dy motra që luftojnë me barqe, dy shërbëtorë të përdorur si mjete, një burr që pranon gjithçka pa folur dhe emra fëmijësh që tregojnë betejë e jo gëzim. Dhe prap nga kjo shtëpi e ndarë, plot rivalitet, Perëndia ndërton 12 fiset e Izraelit. Ky është mësimi i madh. Perëndia nuk pres familje të përsosura për të ndërtuar planin e vet, punon me atë që ka dhe ndryshon çfarë duhet. Konteksti historik dhe kulturor. Për të kuptuar dëshpërimin e Rakelës, duhet kuptuar kultura në atë botë. Gruaja pa fëmijë ndihej pa vlerë, pa siguri, pa të ardhme. Fëmijët ishin sigurimi shoqëror, krenaria familjare, dëshmia e bekimit të Perëndisë. Prandaj, më jep fëmijë, për ndryshe po vdes. Vargu 1. Nuk ishte teatr, ishte britmë e vërtet dëshpërimi dhe përdorimi i shërbëtorëve si zëvendësuese ishte praktik e ligjshme e kohës. E njëjta gjë që bëri dhe Sara me Agarin, kapitulli 16. Por vini re, në të dyja rastet rezultati ishte konflikt. Ajo që kultura e lejon nuk është gjithmonë ajo që Perëndia bekon. Dhe pjesa e fundit e kapitullit, shkopinjtë e lyer para koritave, duhet lexuar me kujdes. Jakobi përdori një metodë popullore të kohës që besoi se ndikonte ngjyrën e të vegjëlve. A funksionoi vërtet ajo metodë? Teksti vet na jep përgjigjen në kapitullin tjetër. Jakobi tregon grave ëndrrin ku angjëlli i Perëndisë i thot, kam parë gjithçka që të bën Laban, dhe ja tregon se Perëndia ishte ai që i shumonte kopet. Kapitulli 31, vargjet 10 deri në 12. Pra bekimi nuk erdhi nga shkopinjt, erdhi nga Perëndia. Jakobi mendonte se po bënte ndonjë marifet, në të vërtetë po merrte dhuratë. Vargjet 1 deri në 8. Beteja e barqeve. Rakela kishte dashurinë e burrit, por jo fëmijë. Lea kishte fëmijë, por jo dashuri. Secila kishte pikërisht atë që tjetra dëshironte, dhe asnjëra nuk e shihte atë që kishte. Kjo është anatomia e zilisë, e verbon njeriu ndaj bekimeve të veta, duke ja mbushur syt me atë që i mungon. Rakela shpërtheu, më jep fëmijë, për ndryshe po vdes. Dhe Jakobi u zemrua dhe thot, a jam unë në vend të Perëndisë? Vargu 2. Një përgjigje teologjike e saktë, por e ftohtë, kishte të drejtë në fjalë dhe gabim në zemër. Gruaja e tij po vuante dhe ai i dha mësim teologjie në vend të ngushëllimit. Sa herë bëjmë edhe ne këtë? Përgjigje të sakta të thëna pa dëmshuri që shërojnë asgjë. Dhe pastaj filloi gara. Rakela dha Bilhaën, lindi Dani, Perëndia më gjykoi, dhe Naftali, dhe emri i tij thot gjithçka. Me luftë të mëdha kam luftuar me motrën time dhe ja kam dalë. Vargu 8. Lea u përgjigj me Zilfahën, lindi Gadi, fati mirë. Pastaj Asheri, i lumtur. 4 fëmijë të lindur sigur në një shah familjar. Fëmijët u bën armë në luftën mes dy motrave, dhe emrat e tyre mbeten dëshmi të asaj lufte për gjithë historinë. Vini re heshtjen e Jakobit gjatë gjithë kësaj. Pas fjalës së zëmëruar tek vargu 2, ai nuk flet më. Merr Bilhaën kur i thon, merr Zilfaën kur i thon, shko me Lean kur bëhet pazari për Madragora, vargu 16, pa asnjë fjalë. Burri i shtëpisë u bë spektator i luftës në shtëpinë e vet. Heshtja e udhëheqësit nuk është paqe, është braktisje. Ndonjëherë, duke mos folur, mendojmë se po shmangim konfliktin. Në të vërtetë po e lejojmë të rritet. Jakobi duhej të kishte folur, jo për të komanduar, po për të mbrojtur, qetësuar dhe drejtuar familjen e vet drejt Perëndisë. Vargjet 14 deri në 21. Madragorat, pazari për një natë. Rubeni, djali i Leas, gjeti Madragora në fushë. Bim që besoi se ndihmonte pjellorinë. Rakela i kërkoi, dhe Lea u përgjigj me hidhërimin e viteve. A të duket gjë e vogël që më more burrin? Vargu 15.
Dëgjojeni, Lea ishte gruaja e parë e martuar ligjërisht dhe prap ndihej sikur burri i ishte marrë. Kaq thellë shkonte plaga. Dhe pastaj bën pazar, madragorat për një natë me Jakobin. Burri u bë monedhë shkëmbimi mes dy grave të tij. Ky është poshtërimi i plot i një shtëpie ku dashuria është ndarë, dhe ironia, madragorat nuk i sollën fëmijë Rakelës. Lea, që si mori, lindi edhe 3 fëmijë të tjerë, Isakarin, Zabulonin dhe Dinën. Vargjet 22 deri në 24. Perëndia kujtua për Rakelën. Pastaj vjen vargu që ndryshon gjithçka. Perëndia kujtua për Rakelën. Ja plotsoi dëshirën dhe i hapi barkun, vargu 22. E njëjta fjalë e madhe që pante arka Noeu 8:1 dhe të shpëtimi i Lotit 19:29. Zakar. Perëndia kujtohet dhe vepron, jo madragorat, jo pazaret, jo garat, por Perëndia. Dhe kur Rakela lindi Jozefin, tha: Perëndia e hoqi turpin tim dhe e quajti Jozef. Zoti më shtoft edhe një bir tjetër, vargu 24. Edhe në çastin e gëzimit, ajo tashmë po kërkonte më shumë. Zemra e pangopur nuk shërohet me plotësimin e dëshirës, por shërohet vetëm tek Perëndia. Vargjet 25 deri në 36, marrëveshja me Labanin. Me lindjen e Jozefit, Jakobi kërkoi të ikte, por Labani nuk donte ta lëshonte. Arsyeja e tij është dëshmi e pavullnetshme. Kam kuptuar që Zoti më ka bekuar për shkakun tënd, vargu 27. Edhe shfrytëzuesi e njohë se bekimi vinte nga Perëndia e Jakobit. Kur besimtari punon me ndershmëri, edhe njerëzit e padrejteve në re ndryshimi. Pastaj bën marrëveshje. Jakobi do të merrte kafshët me pika me njolla dhe të errta. Pjesa më e vogël e zakonshme e një kopeje. Marrëveshja që duke në favor të Labanit, dhe Labani me njëherë bëri hilen e vet, hoqi të gjitha kafshët e tilla dhe i çoi 3 ditë larg, vargje 35 deri në 36. 20 vjet e ndryshoi pagën e Jakobit 10 herë, 31:7. Ky ishte farkëtari tek i cili Perëndia e vendosi Jakobin. Vargje 37 deri në 43. Shkopinj, bekimi që zvinte prej tyre. Jakobi filloi metodën e vet, shkopinj të lyer para koritave të ujit, metodë popullore, jo shkencë, dhe kopet e tij u shtuan jashtëzakonisht shumë. Vargu 43. A ishte ky mashtrimi i Jakobit? Në një kuptim po. Ai po përpiqej të kundërvepronte me marifetet e veta. Por Zanafilla 31 na sqaron qartë, Perëndia ishte ai që e bekoi, dhe Perëndia i tha vetë se e kishte parë padrejtësinë e Labanit. Jakobi mendonte se po fitonte me zgjuarsi, në të vërtetë po mbrohej nga Perëndia. Sa herë edhe ne mendojmë se sukseset tona janë fryti i mençurisë tonë, kur në të vërtetë janë dhurata e tij që se kemi njohur ende. Kështu mbyllet kapitulli. Kështu ai u pasurua shumë dhe pati kope të mëdha, shërbëtore dhe shërbëtor, deve dhe gomar. Vargu 43. Njeriu që kishte ardhur me një shkop, tani ishte i pasur, por vini re çfarë ende i mungonte. Paqja në shtëpi, pajtimi me vëllan dhe një emër të ri. Pasuria erdhi para se të vinte transformimi. Perëndia shpesh na bekon materialisht shumë përpara se ne të jemi formuar shpirtërisht, dhe ky është durim, jo miratim. Formimi i vërtet i Jakobit do të vite lumi Jabok në një natë të vetme mundje. Fjalët kyçe të kapitullit. I pati zili. Fjala origjinale kana. Zili, xhelozi e zjarrt. E njëjta rrënjë përdoret edhe për xhelozinë e Perëndisë, Eksodi 25. Por aty është dashuri mbrojtëse, ndërsa këtu është helm që gërryen. Zilia nuk shikon çfarë ke, shikon vetëm çfarë ka tjetri. Fjalët e urta 14:30 e thot: Zilia është krim që gërryen kockat. U kujtua, vargu 22. Fjala origjinale zakar, të kujtosh duke vepruar. Kjo është foleja e madhe e ndërhyrjeve të Perëndisë. U kujtua për Noeun 8:1, për Abrahamin 19:29, për Rakelën 30:22, dhe do të kujtohet për Izraelin e Egjipt, Eksodi 2:24. Kur teksti thot Perëndia u kujtua, diçka ndryshon gjithmonë. Jozef, vargu 24. Emri origjinal Josef. Ai shton ose Zoti shtoft. Emri mbar të dyja, falenderimin për atë që erdhi dhe kërkesën për më shumë. Dhe Perëndia do t'ja jap të dytin, Benjaminin,
por me çmimin e jetës së Rakelës, 35:18. Ndonjëherë dëshirat tona më të forta kur plotësohen, vijnë me kosto që se kishim llogaritur. Për shkakun tënd, vargu 27, preja që përdor Labani, Bigla Lekha, për hirin tënd. Ky është premtimi i Abrahamit në veprim. Te ti do të bekohen tër familjet e tokës, 12:3. Edhe një shfrytëzues si Labani u bekua sepse kishte pranë vetes një njeri të beslidhjes. Prania e besimtarit është bekim për vendin ku jeton. Lidhja me Krishtin dhe dhjatën e re. Nga kjo shtëpi e ndarë dolën 12 djemë që do të bëheshin 12 fiset e Izraelit. Mendojeni, fiset e lindura nga rivalitet, xhelozi, pazare dhe dëshpërim, dhe prapë prej tyre doli populli i beslidhjes dhe në fund Mesia. Perëndia nuk pret materiale të pastra, ai pastron atë që merr. Dhe kishte një mur të madh të lartë me 12 porta, dhe mbi të ishin shkruar emrat e 12 fiseve të bijve të Izraelit, Zbulesa 21:12. Emrat e këtyre djemve të lindur mes luftash familjare me emra si kam luftuar me motrën time dhe ja kam dalë, do të jenë gdhendur mbi portat e Jeruzalemit qellor. Perëndia e shkruan historinë e shpëtimit me emra që linden nga dhimbja. Kjo është shpresë për çdo familje të thyer. Historia jote nuk është shumë e prishur për duart e tij. Ka edhe një lidhje me Jozefin, që lind pikërisht në këtë kapitull. Ai do të bëhet figura më e qartë e Krishtit në gjithë Zanafillën. I dashur nga Ati, i urryer nga vëllezërit, i shitur, i poshtëruar, i ngritur dhe në fund shpëtimtari i atyre që e tradhtuan. Ai lind këtu në mes të rrëmujës familjare, sepse Perëndia i fut shpëtimtarët e vet pikërisht në mes të rrëmujës. Edhe Krishti lindi jo në pallat, por në grazhë, në një familje të thjeshtë, në hijen e dyshimeve. Aplikimi për ne. Fshatarët e vjetër thonin, mos e shiko arën e fqinjit se do të harrosh të mbjellësh tënde. Rakela shikonte barkun e Leas, Lea shikonte zemrën e Jakobit drejt Rakelës. Të dyja humbën vite duke parë nga ana tjetër e gardit. Nga ky kapitull mësoj. Së pari Zilia të verbon ndaj asaj që ke. Rakela kishte dashurinë, Lea kishte fëmijët. Asnjëra se shihte bekimin e vet sepse të dyja shikonin mungesën. Bëj sot listën e asaj që ke, jo asaj që të mungon. Falënderimi është ilaçi më i mirë kundër zilisë, sepse i kthen syt nga vendi i duhur. Së dyti, mos je përgjigje të sakta pa dëmshuri. Jakobi tha, a jam unë në vend të Perëndisë? Teologji e sakt, zemër e ftohtë, kur dikush pranë teje vuan, e para që i duhet nuk është mësimi, por prania. Së pari ulu me të, teologjinë e sjell më vonë, po që e nevoja. Romakët 12:15. Së treti, mos i bëj fëmijët armë. Dani, Naftali, Gadi, Asheri, emra që mbanin luftën e prindërve. Kur çiftet grinden, fëmijët bëhen lehtë mjete për të fituar pikë, për të dëshmuar, për të tërhequr vëmendje. Fëmijët duhet të jenë të dashur për vete, jo mjete në betejë të mëdhenjve. Kjo është plagë që zgjat gjithë jetën. Së katërti, dëshira e plotësuar nuk shëron zemrën e pangopur. Rakela mori Jozefin dhe menjëherë kërkoi një tjetër. Nëse mendon kur të kem atë gjë do të jemi qetë, kujto Rakelën. Zemra e pangopur shërohet vetëm nga Perëndia, jo nga dhurata tjetër. Pyet, çfarë po pres të më jap paqen dhe a mundet ajo që ta jap vërtet? Së pesti, beso se bekimi vjen nga Perëndia, jo nga marifetet. Jakobi lyente me shkopinj, Perëndia shtonte kopet. Sa herë ne llogarisim strategjitë tona dhe harrojmë burimin. Puno me zgjuarsi, por mos harro kush e jep rritjen. E para Korintasve 3:7. Falenderoje atë për suksesin tënd, jo mençurinë tënde. Së gjashti, prania jote mund të bëhet bekim për vendin ku je. Zoti më ka bekuar për shkakun tënd, tha Labani. Kur dhënsi yt fshinjet lagja jote, a janë më mirë sepse ti je aty? Besimtari nuk është vetëm i bekuar, është kanal bekimi. Jeto ashtu që kur të largohesh, njerëzit të thonë,
diçka e mirë ikte bashkë me ta. Çfarë mësojmë nga ky kapitull? Zanafilla 30 na tregoi dy motra që luftuan me barqe dhe emra fëmijësh që mbanin plag. Jakobin që dha përgjigje të saktë pa dëmshuri, madragorat dhe pazarin ku burri u bë monedhë, dhe pastaj vargun që ndryshon gjithçka. Perëndia u kujtua për Rakelën, Labanin që e njohu bekimin edhe pse e shfrytëzoi Jakobin, dhe shkopin që ishin burimi i pasurisë. Nga kjo shtëpi e ndarë dolën 12 fiset dhe emrat e tyre janë gdhendur mbi portat e qiellit. Mbaj mend, pastaj Perëndia u kujtua për Rakelën, Zanafilla 30:22. Kur duket sikur Perëndia ka harruar, ai po pret çastin e duhur, dhe kur ai kujtohet, gjithçka ndryshon. Paqja dhe hiri i Perëndisë qoftë mbi ju. Zoti ju bekoft.